Bashkia Lezhë ka ndërmarrë një aksion në plazhin e Shëngjinit kundër zaptimit të hapësira publike nga subjekte private, të cilët kishin shtuar në mënyrë të paligjshme shezdonen dhe çadra në zonë të destinuara për pushuesit. Vetëm gjatë kësaj marte 5 subjekte janë bërë objekt i këtij aksioni. Drejtori i turizmit në Bashkinë e Lezhës, Renaldo Xhanaj, vërtetitësh se pas përfundimit të afate për lidhjen e kontratave janë kryer verifikimin në terren, ku janë konstatuar një sër shkeljesh sipas të ndërhyrje, si në lirimin e hapësira publike të destinuara për pushuesit pa pagesa. Gjithashtu ai theksoi se kontrollet do të vijojnë në mënyrë të pandërprer ndaj çdo subjekti abuzues. Duke qenë se sot me datë 30 përfundon edhe afati i kontratave që miratohen nga AKB-ja, janë kryer gjitha plan vendosje dhe bashkia tani ka dalë për të verifikuar gjitha hapësirat publike legjitime edhe kontratat e subjekteve që kanë stacione plazhi. Ne kemi filluar me aksion bashkëpunim me policinë e shtetit, duke shikuar çdo lloj hapësire publike në mënyrë korrekte të kthehet pushuesve që duan të bëjnë turizëm pushime në Shëngjin. Të realizojnë qëllimin e tyre në hapësirat publike, ndoshta ato nuk dojnë edhe në shërbimin e tyre ta kryejnë në plazhet që janë me pagesë, me çmime tarifuar prej bashkisë, por dojnë edhe në hapësirat që janë krejtësisht publike. Ne garancia jonë është i kthejmë qytetarëve gjitha hapësirat publike që ne i kemi miratuar në Këshill Bashkiak dhe të garantojmë një sezon turistik sa më cilësor për to. Sot bashkë me policinë e shtetit u liruan disa hapësira dhe po vazhdon puna për lirimin e hapësirave të tjera dhe të realizojmë një sezon sa më të mirë dhe sa më të suksesshëm. Bashkia e Lezhës ka sqaruar se të gjitha shezdonet e vendosur në hapësira publike pa pagesë do sekuestrohen dhe asnjë subjekt nuk mund tolerohet. Rreth 80% e hapësirës në bregdetin e Lezhës administrohet nga bashkia dhe 60% e saj është pa pagesë për të gjithë pushuesit.